Shënohet fluksi i shtuar i automjeteve ku pjesa më e madhe janë shqiptar të Maqedonisë Veriut nga Kërçova, Struga dhe Tetova dhe më gjerë, të cilët vijnë për të ndjekur ndeshjen e kombëtares Shqipëri-Serbi. Janë të emocionuar dhe ndjekës të rregullt të ndeshjeve të kombëtares, ndërsa mbrëmjen e kësaj të shtune, krahas atmosferës elektrizuese, duan që të marrin një fitore të madhe. Në Qafthan po punohet me 3 sportele në hyrje dhe 3 në dalje, por fluksi i mjeteve në hyrje është aq i lartë sa që ka krijuar rrath të gjata. Të gjithë therasin Shqipëria, të gjithë therasin fitore. Nga Kërçova, Maqedonia Veriut. Sot presim një super ndeshje, do me thënë një fitore shumë të madhe të Shqipërisë. Edhe presim me gol Yasir Hasani dhe Nedim Bajrami. Gjithmonë, edhe në Europian, do me thënë, edhe në 2016, edhe tash, do me thënë, kam qenë, po kombëtare nga 2014 rregullisht të ndjek. Nga Kërçova e Maqedonisë Veriut. Për Shqipërinë, për kombëtare normal. Atmosferë mendoj shumë të bukur. Inshallah me fitore. Fitore, absolutisht. Emocionet veç kanë filluar, për emocionet nuk diskutohet. Ndeshja veç me fitore. Nuk na takon as të pranojmë, as të mendojmë, jo të pranojmë. Jo sa e. Përpara se të ekzistojnë që mendojnë kombëtare nga vitet 90-ta, gjithmonë edhe vetë kam udhëtuar. Vim prej Kërçove të gjithë edhe shikojmë ndeshjen sonte Serbi, faktikisht Shqipëri-Serbi dhe ky shoku pyet a jemi live. Kaq. Do fitojmë me SSB. Atmosferë shumë të mirë, me shumë këngë, me shumë valle, me entuziazëm të madh për një fitore të madhe. Po pa fitore, patjetër. Fitore!